Fat të keq, pas në harruar datën, por datën mbajeni mend. Kushe? Festa madhe. Tani, në qoftë se ka një sistem turpi dhe qesharak është ky sistem i kësaj drejtësie. Do t'u jap sot vetëm një shembull. Irena me 5 mbiemra, e cila mbrohet nga Altin Troplini, sepse për ta mbrojtur nga i ka hapur hetim pa emër, për ta mbrojtur nga çdo lloj mase, lëshoj të këmbët e saj, apo bëri tilpin, çizmet e veta, institucionet që vijojnë. Prokurorin e përgjithshëm, që ju desh 2 vite për të nxjerrë një vendim i cili ishte evident që në javën e parë. Prokurori i përgjithshëm pra u zvarrit 2 vite duke lëpir çizmet e Irena Gjokës me shumë mbiemra Manekut, sepse nuk kishte qartë se Vula Apostile nuk kërkon vërtetime. Ajo është vulë e sankcionuar në marrëveshjet ndërkombëtare si vulë zyrtare. Pas prokurorit të përgjithshëm, kulmin e arrin KLG-ja, e cila në akte mashtrimi, në akte kriminale, ka mbrojtur, ka hedhur poshtë kërkesat për shqyrtimin e saj dhe njërën radhë, imagjinoni ju këtu, pasi avokatërve të mi, ju kthej përgjigje me shkrim se Irena me 5 mbiemra ka qenë shkarkuar nga ish presidenti i Republikës, kryetari i KLG-s Sali Berisha, në vitin 96, kur ky dokument ju kërkuar nga deputetët e PD-s, të themi 3 javë më vonë, ju përgjigj se ndaj kësaj zonje nuk ekziston një dokument i tillë. Pra, a mund të imagjinoni një institucion zyrtar që mashtron dhe shumëzon veten me zero për hir të Irenës me 5 mbiemra apo që lpin çizmet e Irenës? Është një term i marrë nga një roman i hershëm. Pastaj vjen famozi ILD. Edhe ai nuk mund të bënte përjashtim, mbasi dokumentat kalonin tek njëri tek tjetri. Por kulmora është kjo. Jo sa ato zbatuan në mënyrën më të shpifur urdhrat e Edi Ramës për të gjerë në vetë asgjësim, por ato nuk japin dokument. Ju kërkohet tani dosja dhe thonë jo, nuk e japin. Pra, nuk i japin dosjen palës ankurse. A mund të imagjinohet? Ka një palë ankurse, e cila kërkon dosjen. Nuk e dorëzojnë, nuk e japin. Pra, kjo është gjendja më mjerane, më turpshme, më asgjësuese e këtyre institucioneve. Por kjo gjendje dhe kontrolli plot total i Edi Ramës ndaj tyre faktohet veçanërisht këto muajt e fundit.
në serialin e pafund të sharjeve të Edi Ramës ndaj skapit që devjoj rrugën e partisë, ndaj gjykatës, ndaj prokurorëve, ndaj gjykatësve, këta zyrtar të themit vërtetën nuk duhet të prish gojnë time, por këta meritojnë të quhen vetëm llumë zyrtar, nuk guxojnë të bëjnë qoftë dhe një deklarat të vetme në mbrojtje të këtyre institucioneve. E keni pat ju, a keni të pësun ju tani, keni pa ju një deklarat të KLG-s, të ILD-s, të prokurorit përgjithshëm në mbrojtje të institucioneve gjatë sulmeve që u bën për hir të lubisë, fakta i bëri për vetë në vetë, por sulmet lidheshin me dosjen e lubisë dhe ata nuk shqipronin dot një fjalë të vetme në mbrojtje të institucioneve, sepse institucionet u mbrojtën, u sulmuan në mënyrën më të egër. Jeni pak i pasak, zoti Berisha, se gjyqtari i apelit që ka caktuar masën ndaj jush ka bërë pikërisht reagim ndaj zotit Rama për akuzat ndaj gjyqësorit. Për saktësi, zoti Engert Pllumbi. Unë nuk kam pa asnjë reagim të tij, por unë do të kontrolloj dhe njëherë bëj një check-up të mediave. Urdhë, si shoqata është tjetër, më fal, jo. Atër jo, s'është ashtu. Shoqata, nuk thash shoqatat. Janë dy shoqata që kanë rregull. Shoqatat po, por nuk janë institucione zyrtare, institucionet drejtuese që duhet të flisnin, janë institucionet e drejtësisë. Pra, a keni pa vetë poshtrim më të madh të këtyre institucioneve se sa në këtë rast? Në kulmin e sulmeve, nuk flasin një fjalë, nuk shqiprojnë një presje, as Metani, as Toska, as ky Olsi dhe as një prej tyre. Këta janë qenje, janë e keqja banale. Janë e keqja banale vendit dhe kaq mund të themi për ta. Ndaj dhe historia e tyre do të arkivohet si një histori turpi, si një histori njerëzish pa dignitet, njerëzish mercenar. Kurse me qenë se jam këtu, i them Edi Ramës, mos mendo se ke mbyllur dosjen tënde, kur. Dosja jote nuk mbyllet kur. As me një lubi, as me 5 lubi. Bën ç'të dush, të gjitha janë vetëm për Edi Ramën dhe aja absolutisht sovrani. Do të thot fjalën e tij, do të jetë sovrani ai që do t'i tregoj vendin dhe do t'a çojë në bangot e akuzës siç e drejton.